Unë kam pas radiokronist dhe Ilir Metën. Ish kryeministrin, presidentin... E kishe në një ndeshën tjetër? Deputetin më të vjetër i gjithë legjislaturëve. President, kryeministër, kryetar kuvëndi... Është mund të ketë, unë i kam thënë në një intervist, në një televizion privat, jo Myll Agon, ka qenë? Po, Agon Qenën. I thash, njeriu i vetëm në botë që ka marrë të gjithë postet e mundshme në një shtet, jo në qeveri. Po, të ka marrë dhe ty post. Edhe ty. A dhe radiokronist? Ka qenë dhe radiokronist. Tani, një vit e ke pas radiokronist? Ku, në cilin qytet? Në Tiranë, jo. A ishte në Tiranë, i ati vetë ka qenë në universitet me mua. Prandaj e morë? Recep Meta më luste. Kam një djalë, thot që ka marru universitetin për ekonomik. Po, kishte zell, ama, no? Kishte zell, Ilir. Ai, Iliri. Ilir kishte zell. Po, kishte. Si ishe si radiokronist? Po, në fillim, ashtu, po, e mori vetën, pak nga pak, edhe majmen kur u bë për herë të parë, zëvenës kryeministër, i Pandeli Majkos. Me Pandeli Majkos kryeministër? I tha Pandeliot, ky është të mësuesi i parë, ky më ka dhënë mikrofonin dhe e më mësoj që të flasë. Më mësoj që të flasë? Se ditën që shkoj zëvenës kryeministër, më thiri me telefon, unë isha në radio. Thiri, e? Po. Bravo isha. Edhe shkova më dha kafe aty. S'kisha hynë kryeministri. Pse la i punën si radiokronist i Kavajës? Po, fillon lëvizjet, edhe atje fillon të... Se Kavaj fillon të razilë? Po, edhe thash linjën Kavaj të mipte rezultatin edhe... Kur atje sa hapi mikrofonin, Nexh, Mia, e tjerë... E po bërtisin afra atje? Po bërtiste gjithë stadiumi, dolen demonstrat Kavaj atë dite. Po, Kavaj ishte... U bënami atë dite... Dhe e la i lirë pëse? Linjën studio, më thëmë. Linjën studio. Tani, unë... Ky ishte fundi. Ky ishte fundi, e la... Edhe tha, nuk dalë ma atje. Edhe filloj të shkoj ke studentët kë. Po, se ka ishte me takim Ramizi. Tani, unë do të bëj një kërkes që dua kështu ta kem kujtime edhe të emisionin, po mund të improvizoj diçka vetëm atë hyrjen, në njëra ndeshje në tjetrën? Duket se kur do imitoj vetë, se kam bërë kur, po, ku di unë do t'jemi zbet shumë. Jo. Nuk e di. Këm ngull për të kjo, të lutem. Ta bendoj një herë se kjo shtek, si zakonisht jemi në stadiumin kombëtar, jemi në stafa të kryeqytetit, përgatitemi për të transmetuar emisionin nga njëra ndeshje në tjetrën. Shpresojmë që t'i kemi gjithë linjën në rregull, teknikët janë nga dishmëri, kemi bërë provat e rastit, të dëgjojmë edhe radiokronistët, ta japin atmosferën, si është gjendja e stadiumeve, janë mbushur me spektatorë. Atëherë linja tek qyteti i Beratit, ku luan Partizani, skuadra me shumë trofe, linja Agron Kajës në Berat. Të falenderoj shumë. Ky duhet një kujtim shumë i bukur. Të jam shumë i njohës. Foto tjetër. Kjo është kombëtarja e radiokronist. Tu jemi në Lezhë. Po? Ky nuk ishte një emision për të kaluar radhën, po u bë ikona jo e Ahmet Shqarit. Po? Emision ikon. Po kjo është emblema e Radio Tiranës dhe e gazetarisë sportive shqiptare. Shumë e saktë. Këtu janë në një seminar kombëtar. Në Lezhë? Në Lezhë. Po pse në Lezhë? Sepse Zef Shtjefni ishte radiokronist i Lezhës. Se hyri nga kategoria 2 në të parën, ishte ekip që hynte e dilte. Kështu është edhe sot. Kjo është gazeta Koha Jon? Po, që kanë nxjerrë fotografinë. Po. E ku e majmen të gjithë gazetat që kishte në... Dhe e bukur, kombëtarja e radiokronistëve. Po, 95-96. 95-96. Ishte Bardhyl Pollo, ishte drejtori i përgjithshëm, por tashti si ti... Okej, se janë e bëm atë. Unë shikoj këtu se ka dhe që si një. Veli Radën, Fatmir Mnerin, Aleko Gjergon... Këto, Mikel Janko është i pari. Fatmir Mneri, Aleko Gjergon, Veli Radë, Bujar Qesja, Mikel... Ky Mojsit Dalipi, Fatmir Fica, Mikel Briçaj, Arë Beremiri... Zef Shtjefni është këtu, i dyti. Unë
mi merë Striniki, andon vane, ja ku është kë Rok Preqin mest. Po ti pas ke memorit ja zakosh? Vladimir Ngjela, a i më duket është Agron Kaja, po, a i. Mikel Mbriçaj, është një. Ky është Mikeli poshtë, lartë është Arbremiri. Okej, foto tjetër. Ja më i pas ka emnat poshtë, nuk e kurare. Tani. Këtu është Petro Ruci. Ai që është emblema brenda emblemës, është ndeshja që si ke transmetuar nga Barcelona më 1 tetor 1986. Ky është Petro Ruci me Geri Lineker. Geri Lineker. Tani. Ishte golshënuesi më i mirë i botrorit 86. Dhe në Meksik. I kombëtares angleze dhe luante me Barcelona. Tani, na e trego si shkove në Barcelonë dhe si u transmetua ndeshja, se kjo është pjesa më e rëndësishme edhe kësaj interviste. Jo e karrierës tënde, nuk diskutohet ajo. Po përgatitash të shkoja në Durrës për një transmetimin e një ndeshje në mesjavë të prapambetur, Teuta Dinamo. Dinamo kishte zhvilluar një ndeshje për Kupat e Europës. Një javë më parë, bënin pushime edhe luajtën mesjavë. Dhe unë po prisja si gjithmonë të vite edhe radiokranisti që do transmetohet Ismet Bellova, po, dhe iknim nga radio për atje. Ismeti pinte kafe tek një klub aty afër, ndërkohë që unë po prisja teknikun, të prisja me aparaturat, me gjërat, makina aty, vjen nga që Bushako punote ke dëgjuar. Po, patjetër. Një nga gazetarët më të mirë për fëmijë, ishte instruktor dhe autor libresh. Po në drejtorinë e propagandës Komitet Qendror, me Miti Tonën, shef i sektorit. Po, dhe çfarë tha? Edhe vjen aty, po ishte tifoz i Dinamos, unë e kisha parë atë. Po? Po ai kishte rol të madh, se ai çonte e merrte të dhënë nga radio, nga gazetat, nga gazeta. Po? Sa ishin Puna, Zëri i Rinis, Bashkimi, Zëri i Popullit. Edhe në revist, ky i kishte këto, edhe radio televizionin, që ishte i vetmi media elektronike. Tha, ku po shkon Ahmet? Në Durrës. Tha, të vinë unë, ke vend, po sirë kam tash për ty ti tifoz Dinamos, dhe ti që ishte në Komitet Qendror. Tha, ma i qik me të mirë. Se më duk se kalon të rasisht edhe më përshnetit. Po dhe? Tha, nuk do shkosh ta në Durrës, të shkoj. Me ke, do të transmetosh me Ismetin. Të shkoj Ismeti, tha. Ja, po e presim do. Të shi do ikën e do po, tha. Tha, pregatitu të shkosh në Barcelonë. Unë mëra si të fiktore. Tha, që po thotë. Do ikte nesmet mas vite në drejt. Një ditë para kjo? Po. Tha, shumë. Mos bësh shaka, thash unë shoku Gaqo. Tha, ore, do ikësh, tha, po ikë bëj një fotografi, tha, sa të vi Ismeti, që ti nisim ato. Ndahu dhe me ta. Edhe... Për pashaportën? Për pashaportën, do shkosh, masi të bësh fotografinë aty ta marrësh, se atje bësh fotografia, ku da bënin, për pashaportën. Dhe doli brenda ditës? Edhe shko, tha, ke atje ministri, ke Hekurani, dhe janë mërë masat, thu jam Ahmet Shkari, të ikin në Barcelonë esër. Të fusin ato kanë, atje ishte Zyliftar Amizi. Drejtori i sigurimit? Po ishte zëvendës ministër. Po edhe zëvendës ministër, po? Hekurani si ishte Peqinës im. Nuk ishte aty, me shërbim, a ku dion, pëse do pysë janë kushte. Edhe më qonë aty, pristaj, e firmasi e në vend. Vetëm për ty, tha, po e bëj, tha, se je shumë i dëgjuar, tha, për nga njërë ndeshje. Në tjetër kishe 6 vetën, sa? Po donë i se i the firmë? Po jo, kishte marrë nga Komiteti Qendror. Kishe kishe marrë vendimi, që ti të shkaj? Po, e mora vesh me vonë, po? Nga Ramizelia kishte ardhur. Ramizelia direkt vetë, po. Të shkoja me Shkari, ishin lidh marrëdhëniet para një jave Shqipëri-Spanjë, diplomatike. Edhe për të dhënë një imazh se këtu erdhën 2 javë përpara erdhën 50 gazetarë
që u dha një pritje në Hotel Dajti, gazetar angles që ndiktin Gary Linekerin. Që ishte i lujtë Shqipëria me Spanjë? Me Spanjë, me Barcelonën. Do dhe në lute flamurtari me Barcelonën? Po, flamurtari, neshja e këthimit. Tani kjo është neshja dytë, 1-0, se flamurtari Barcelonën. Kjo është neshja dytë, ishte e parë. Jo, 0-0 kjo, e dyta, 1-1 atje e para. 1-1 në Vlorë dhe 0-0 ti ishte te kjo, 0-0 në Barcelonë. 0-0 atje. Tani dhe në Spanjë pra ishte. Dhe ike me ekipin? Ika me ekipin, pra firmon si këj mora pasaportën. Atë ditë? Më priste autobuse, kishe bëj një të traston me kështu, do më thënë çantë me byreke, me gjana. Po si që bëjnë burri dhe atë shqiptarë përgjithësi. Çfarë linje ndoqët që të vajtët në Barcelonë? Ajo që një historim vete. Shku me autobus deri në Titograd, që sot Podgoricë. Po pasaj? Pre ande një avion i vogël, Titograd-Beograd. Flenjtëm një natë në Beograd. Po pasaj nga Beograd? Matë nesmën nga Beogradin në Rom, flenjtëm një natë në Rom. Në Rom. Po? Në hotel atje në priti ambasadori, në shtroj darke. Dhe pasaj nga Roma? Se po ikte Vlora në Barcelonë. Dhe nga Roma pasaj në Barcelonë? Nga Roma në Barcelonë. Do thënë, Tiranë, Podgoricë, Beograd, Rom, Barcelonë. Wow. Ishte si sot që ikë. Sa zjati gjithë kjo? 3 ditë? 3 ditë. 3 ditë u thikë për në Barcelonë. Po. Tani vajtët atje, si u bë transmetimi? Nuk e di që të transmetoj unë. Ai më tha do shkosh, thanë atje. Edhe hajde thanë bëj një reportazh për Gazetën e Sportit. Si u realizua teknikisht? Edhe u shkoj atje edhe ditën në minutën e fundit. Ti ishe në Camp Nou? Unë isha, ishim në pahanim drek. Bile po prisnim që të vinin vlonjatët nga pazari. Ekipi? Të kishim vajtë për pazar, ekipi, e? Se ka histori tjetër. Po, flasim për ndeshjen, jo? Edhe, kur dëgjojëm, se njën Shkjari, o mund t'ishe dhe unë pazar, po, nga tensioni po pregatite, kishe pregatite, diçka në hotel dark, po i hidhje sy, gjërave, gazetave të ditës spanjolle, hajsa kapja unë me ato titujt e dhe në faqen e parë, në faqen e parë u shkruhesh. Për flamurtarin, nëse kështë dalime një në Vlorë? Po, e zakonshme. Po, dhe? Rigol Huq nga Uelsi, i koptarës Uelsit, u bëdhe treneri Uelsit. Që barazoj? I koptarës. Po, Vasil Ruci. Vasil Ruci, goli ti, ja zakonshme. Po, dhe tha ti, të thiri? Zubizareta ishte portieri komptarës. I portieri Spanjës, po? Edhe më thamu njëherë njëtë bëhet këj goli këti. Njëherë njëtë kështu tha? Kështë tha këtë? Po e marë unë Zubizareta. Zubizareta, në? Po, intervist. Dhe a i tha njëherë njëtë bëhet këj gol, e? Zubizareta me sa di unë, jo vetëm ishe portieri komptare Spanjë, po ishe nga më të mirë të mbot. Po, pasho që për kohë. Portieri më i mirë në botë ishte. Po, shumë mirë ishte. Po, dhe të tha që do lidhesh, do të bësh. Edhe në gjojën si një Shqari, e kapa Shqari. Thash, më stallet njëri në recepcioni, kësi e bande, kush më kërkon më kështë. Edhe mirë që këllova atë, edhe thotë kërkojnë nga, kishte 4-5 minuta, i se një Shqari, ka thani se këtu dëjet, unë po pije kafe, të gjitha ishen pagura aty se qërë. Aty rrinim, Hotel Presidente, në via diagonale, bajmena. Në rrugën aty, Ishte një nga rrugët Masa Ramblas, që pa të në thënë marxist-leninisët që fliqin spanisht këtu, se kishte nga gjithë gjuhët botës tu, mos lem pa e parë rrugën e Ramblas, është gjithë lule. Atje ishte Radio Katalonia atje. Dhe i të tha? Shkova atje unë, kërkojnë telefon, thanë, mora unë, tha, merë masa, tha, kanë lemëru nga Komiteti Qendror, që ta transmetosh neshën sot. Ti trafikë? I thashon, për mima, kur linjat ju shke, për janë marë masë, tha, dërziqarë, ti do shkosh atje, tha. Po kush ishte kuj që të thështë? Radio Tirana ma mërë të mojë. Direkt në Radio Tirana? Po, ti do flasësht ta në sonte. Në ora 9, ti esh gati, do fillosh. Në 9 fillon dhe ndeshja? Po. Me Shqipërinë i bide 10? 10. Edhe unë fillova një 4-5 minuta me vërnes, jo am një gjantia, dërsa Nevzat Dibra speaker,